Cisterna me naftë të kapluara nga flakët në gjirin persik, kërcënimi prej raketave iraniane dhe minave. Kjo ishte lufta e cisternave e viteve 1980. Marinarët që kanë përjetuar atë konflikt, kriza aktuale në ngushticën e Hormuzit i ka kthyer mbrapa në kohë. We have these PTS, the blushing up again during these sports. Seamen that were there in the 80s today, they have a bad time because every memories, all the memories are coming back. Kapiteni Ariel Svercan i ka drejtuar anijet në kushte të rënda në ngushticën e Hormuzit në periudhën 1980-1988 të luftës Iran-Irak, teksa dy palët i kanë shënjestruar objektet dhe anijet me naftë. Ai ka shkruar një libër për kohën e kaluar në det dhe rikujton pafuqinë e tij sa herë ka parë që po sulmohet një anije tjetër. We saw the rockets, we heard it on the VHF, the captain was desperate. Në konfliktin e fundit në rajon, ushtria amerikane ka thënë se do t'i bllokojë të gjitha anijet që synojnë të hyjnë dhe të dalin prej porteve iraniane pas bisedimeve të dështuara për paqe mes SHBA-s dhe Iranit. Pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit, Irani i ka lejuar vetëm disa anije nga vendet miqësore që të kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit dhe ka ndalur gjithë pjesën tjetër të trafikut detar. Nëpër këtë ngushticë kalon 20% e furnizimeve globale me naftë dhe gaz, prandaj bllokada ka rezultuar me rritje të çmimeve të energjisë. SHBA ka thënë se do të lejojë qarkullimin e cisternave që nuk janë iraniane me shpresën se do të rinisë qarkullimi i furnizimeve dhe që do të mund t'i shkatërrojë minat, të cilat përbëjnë shqetësim për menaxherët e anijeve, sikurse është Olaf Mikkelbast. Everybody is afraid of it can be released remotely. You never know when they will use this. And then the mine will come up, and then it's like a magnet to the vessel and explode. Në nisje të konfliktit, të paktën 22 anije janë godisur nga Irani se akmarrje për sulmet amerikano-izraelite kundër shënjestrave iraniane. Mikkelbast sheh paralele me luftën e cisternave të vitit 1980, përgjatë të cilës janë vrarë mbi 100 marinar tregtar dhe qindra anije janë sulmuar. We was hardly using the radars, only on and off, because that can give a signal to shore. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se mund të bllokohen edhe anijet që paguajnë taksën prej $2 milion, të cilën e kërkon Irani për të garantuar kalim të sigurt. Organizatat ndërkombëtare detare dhe Mikkelbasti e konsiderojnë ilegale këtë taksë. It is mafia. This is a free water for everybody to travel through this Strait of Hormuz. Mund të duhen një javë që anijet të rinisin qarkullimin. There has to be a sort of a traffic light, I think, because of so many vessels now, and there is very narrow in the Strait of Hormuz. Sipas revistës për çështje detare Lloyd's List, në gjirin persik besohet se janë të bllokuara rreth 800 anije.